Atër përshëndetje të gjithëve, dashur bashkëqytetar, së bashku me kolegët antar të Këshillit Mandateve, duam përmes këtij komunikimi publik të dënojmë me forcë aktin e paprecedent që kryetari i Kuvendit me urdhër politik të Edi Ramës bëri gjatë mbledhjes së djeshme të Këshillit të Mandateve dhe Imunitetit gjatë shqyrtimit të kërkesës për t'i dhënë prokurisë posaçme autorizimin për të kërkuar në gjykat arrestimin e zëvendës kryeministres, ministres infrastrukturës dhe deputetes Belinda Balluku. Si në asnjë rast tjetër, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi ka shtyrë mbledhjen e Këshillit Mandateve pa caktuar një afat se kur ky këshill do të marrë në shqyrtim dhe do të i hap rrugë miratimit nga seanca plenare të kërkesës së prokurisë posaçme për arrestimin e zëvendës kryeministres. Ky është një akt politik i urdhëruar nga Edi Rama për të penguar drejtësinë dhe për të mbrojtur korrupsionin e tij të zëvendës kryeministres dhe të qeverisë së tij. Si antar të Këshillit të Mandateve, përfaqësues të opozitës, kemi kërkuar dhe kërkojmë me forcë mbledhje një ore më parë të Këshillit Mandateve për të miratuar kërkesën e prokurorisë. Bashkëndajmë shqetësimin që prokurorët e posaçëm informuan dje në Kuvend se çdo ditë në liri e Belinda Ballukut nënkupton cënim të hetimeve, prishje të provave dhe intimidim të dëshmitarëve. Për herë të parë do dua të informojmë opinionin publik se kërkesa e prokurorisë, përveç se është argumentuar ligjërisht, mbështetet nga një numër i konsiderueshëm provash, rreth 80 prova të ndarë në disa volume, në mirafaqe, që provojnë atë që në fakt është e vetmja detyrë që ka Kuvendi, të kontrollojë nëse është apo jo një akuzë politike dhe kërkesa e prokurorisë provon përtej çdo dyshimi të arsyeshëm se kërkesa është mbështetur ligjërisht dhe nuk ka asnjë të dhënë për akuzë politike. Siç jeni në ndjeni, prokuroria e posaçme ka marrë të pandehur zonjën Balluku për tenderin e tunelit Llogaras. E ka person nën hetim për një nga lotet e Unazës Tiranës, ndërkohë që në kërkesën e sjellën Kuvend sqaron se e kanë nën hetim edhe për 9 procedura të tjera, ku përfshihen 6 procedurat për lotet e Unazës Tiranës, koncesioni i rrugës Thuman Kashar dhe 2 procedura prokurimi për mirëmbajtje rrugësh. Dashur shqiptar, nuk bëhet fjalë për procedura Mira Euro. Totali të 11 procedurave prokurimit korruptive për cilën akuzohet qeveria e Edi Ramës ka vlerën e mbi 1 miliard euro. Dhe ky është rasti i parë ku një zyrtar i lartë, i cili akuzohet për korrupsion në 11 procedura, që ka paracaktuar çdo fitues, që ka caktuar se ku duhet shkojnë parat e fituara, ku ka zbatuar me provat prokurorisë porositë e kryeministrit për të shpërblyer njërin apo tjetrin, tentohet të zvarritet, tentohet blihet kohë dhe tentohet të pengohet drejtësia. E kemi thënë dhe dje gjatë mbledhjes, Parlamenti ka një procedurë standarde tashmë të kohës së arsyeshme brenda të cilës shqyrton kërkesat e prokurorisë së posaçme. Këshilli i Rregullores dhe Mandateve është mbledhur gjithmonë në të gjitha rastet brenda 48 orëve, i ka dhënë kohë personit ndaj cilit ngrihet akuza nga prokuroria 48 orë, maksimumi 72 orë, dhe më pas, brenda 72 orëve të ardhshme, ka miratuar
kërkesën në seancë plenare. Ky është rasti i parë ku mbyllet një mbledhje e Këshillit pa caktuar një mbledhje tjetër. Dua të ndaj me opinionin publik edhe një detaj se çfarë ndodhi dje në mbledhjen e Këshillit Mandateve. Të vetmit avokat interesit publik në atë sallë ishin 5 përfaqësues të opozitës dhe prokurorët e çështjes. Ndërkohë që pala kundër nesh ishin avokati i Belinda Ballukut dhe 5 përfaqësuesit e mazhorancës, duke nisur nga kryetari i kuvendit e duke vijuar me kryetarin e grupit e Merrall, kolegët e tjerë të mazhorancës, të cilët në 6 orë diskutime, në asnjë moment të vetëm nuk ishin zëdhënës të interesit publik, por ishin avokat të mirëfillt të Belinda Ballukut. Dhe absurdi arrinte deri aty sa thoshim ne nuk duam kohë për shqyrtim, po kemi hallin si të shqyrtoj letrat Belinda. Madje avokati kërkonte 3 javë kohë, ta thoshin t'i japim 4 javë kohë. Një sjellje e tillë e papërgjegjshme, sigurisht që ka një urdhër me pravavi politike pasaj, është urdhri i Edi Ramës për të penguar drejtësinë, është merrja e Edi Ramës sepse drejtësia i ka shkuar në parallomën e tij, dhe është frika e Edi Ramës nga ajo që Belinda Balluku di dhe mund dhe provon se urdhrin për të ndarë çdo procedurë prokurimi, për të caktuar dhe paracaktuar çdo fitues në çdo procedurë prokurimi, ka qenë i Edi Ramës. Dua gjithashtu t'ju informoj se gjatë orëve të pasdites pas mbledhjes djeshme, të 5 antarët e opozitës kanë marrë atë që në fakt duhet ta merrnin që ditën me njëherë, thot ligji, me mbërritjen e kërkesës, kanë marrë dosjen e plot të sjell nga prokuria. Pasi për 5 herë gjatë mbledhjes u tentua nga përfaqësuesit e mazhorancës të intimidoheshin prokurorët që të pohonin në seancë që deputetët nuk mund t'i marrin materialet, po Belinda po, unë dua të vlerësoj integritetin e jashtëzakonshëm që treguan të 3 prokurorët dje në seancë, duke pohuar atë që ligji thot, që deputetët kanë të drejtë, duke ruajtur sekretin hetimor, të njihen me dosjen e plot të prokurisë. E në përfundim të kësaj fjale hyrëse, dua t'i bëj thirrje Edi Ramës të heqë dorë nga pengimi që po tenton t'i bëj drejtësisë, të heqë dorë nga tentativa e tij për të marrë peng drejtësinë, të heqë dorë nga avokatia ndaj të korruptuarës Belinda Balluku, të heqë dorë nga çdo manovër për të sulmuar drejtësinë me shpresën se do të shpëtoj prej saj. Faktet tashmë ndodhen jo në një dosje, por në disa dosje, fatin e tij në raport me përgjegjësinë përpara ligjit e ka përcaktuar vetë, askush nuk i ka thënë të bëj korrupsion, askush nuk i ka thënë të shpërblej krimin organizuar me tendera dhe koncesione, askush nuk i ka thënë ndaj parat me bizneset e pista, ka qenë zgjedhja e tij. Dhe thirrja e dytë është për kryetarin e kuvendit, zbato ligjin, zbato rregulloren dhe kërko thirrjen e menjëhershme në fillim të javës të mbledhjes së Këshillit Mandateve për të dëgjuar kërkesën e prokurorisë, për të dëgjuar argumentat apo mbrojtjen që ka për të bërë e pandehura Balluku dhe për të marrë vendimin për t'i rekomanduar seancës plenare dhënien e autorizimit për arrestimin apo heqjen e lirisë ndaj zëvendës kryeministres
Belinda Balluku. Nuk e di nëse kolegët kanë diçka për të shtuar, përpara se të kalojmë tek pyetjet tuaja. Përshëndetje, fare shkurtimisht, më lini të ritheksoj një fakt. Detyra e Parlamentit në procedurën e shqyrtimit kërkesës për heqjen e imunitetit një deputeti apo një ministri është fare thjeshtë. Nëse ka, pra duhet të kontrollojë dhe të verifikojë, të bëj filter për të kuptuar nëse ka persekutim politik ndaj deputetit apo ministrit që derivon nga vullneti i Parlamentit. Nëse ka një persekutim politik, sigurisht mbrohet me imunitet Parlamenti. Nëse nuk ka diçka të tillë, imuniteti parlamentar apo edhe i ministrave që kanë imunitet të njëjtë me atë të deputetit, nuk mund të bëhet për asnjë moment korrac, mburoj për krimin, për shkeljen e ligjit, për abuzimin me interesin publik apo paranë e qytetarëve shqiptar. Gjithashtu, nuk mundet as të pengoj dhe as të dëmtoj një hetim të ligjshëm që është në zhvillim e sipër. Për ta përmbyllur këtë, desha të theksoj edhe një fakt tjetër. Ajo që shohim, ajo që keni parë dhe ju, në ato dhëna që ekzistojnë sot në publik, tregon fare qartë që kjo çështje në gjithë dimensionin e saj të jashtëzakonshëm, sepse është çështja ndoshta më e madhe që ka ardhur ndonjëherë në Parlamentin e Shqipërisë për të shqyrtuar Parlamenti heqjen e imunitetit për një hetim me një dimension kaq të madh korruptiv, është edhe autopsi e mënyrës së funksionimit të shtetit, një shtet i cili ka kryer Edi Ramën, i cili përveç krimit të organizuar ka dhe korrupsionin organizuar si dy kolonat që e mbajnë atë. Pra, është autopsi për të kuptuar si funksionon ky shtet i kalbur dhe gjithashtu për të kuptuar që Edi Ramën nuk e pengon asnjë lloj ligji. Edi Ramën, nëse objektivi i tij është përfitimi total dhe kapja e shtetit, atë nuk do ta pengoj as kushtetuta, as ligji, as procedurat që përcakton rregullore e kuvendit. Pra këtë kemi kuptuar edhe në seancën e djeshme të Këshillit për rregulloren, mandatet dhe imunitetin, ku me urdhër të qartë të 5 deputetët socialistë me në krye kryetarin e kuvendit kishin vetëm një qëllim, si të bllokojnë dhe si të zvarrisin hetimin e prokurorisë posaçme për t'i dhënë maksimalisht kohë Belinda Ballukut që të intimidoj dëshmitar dhe të prish prova. Ne do të bëjmë çmos, siç e tha dhe zoti Bardhi, që sa më shpejt të zhvillohet seanca në vijim dhe sa më shpejt Parlamenti i Shqipërisë të heqë imunitetin dhe të hap rrugë prokurorisë që të paraqitet përpara gjykatës për të kërkuar masën e arrestit. Faleminderit. Jemi të hapur për pyetje. Bardhi, ju ditën e djeshme thatë pas përfundimit të mbledhjes që 1/2 e anëtarëve të Këshillit ka drejtën të kërkojë mbledhjen sërish të Këshillit. A keni vendosur se cila do të jetë kjo ditë dhe pyetja e dytë, përveç provave që ju lexuat që ka paraqitur prokuroria e posaçme, a kishte, sepse këto në fakt prokuroria e posaçme i nxorri dhe publikisht në lajmërimin për mediat ku lajmëronte kërkesën për heqjen e imunitetit për zonin Balluku, a kishte çështje të tjera në cilën bazoi kjo kërkesë, duke qenë se ka disa kallëzime në SPAK për zonin Balluku. Dhe e treta, përveç tentativës që zoti Rama apo dhe mazhoranca mund ketë për fshehjen e provave në këtë hetim, mos ndoshta po tenton të bëjë një precedent kur ka disa emra që qarkullojnë të mazhorancës që mund të ketë urdhër arrest dhe që kanë imunitet dhe që prokuroria do detyrohet sërish të drejtohet kuvendit për heqje imuniteti për arrest. Po i nis nga e treta, ti je i sigurt që nëse Edi Rama nuk do të ndjente rrezikun e tij për askën tjetër përfshirë dhe Belinda Ballukun, nuk do pengonte drejtësinë. Edi Rama është i qartë, por dhe dosja në fakt e bën të qartë që urdhëruesi i vërtet i pjesës dërmuese korruptive, për cilat sot ka akuzë zyrtare ndaj Belinda Ballukut, urdhëruesi i vërtet ka qenë Edi Rama. Besoj nuk ka shqiptar që nuk e din
që Belinda Balluku nuk identifikoi e vetme dhe pa porosi, pa urdhër të Edi Ramës, kompaninë turke për t'i dhënë ndërtimin e tunelit të Llogaras, pa procedurë dhe në shkelje të çdo ligji shqiptar. Ishte Edi Rama ai, siç pamjet e kanë treguar, që ka prezantuar zonjën Balluku me kompaninë turke, e cila i volli në bashkëpunim me këta të dy, pra me Edi Ramën dhe Belinda Ballukut, qytetarëve shqiptar nga buxheti i tyre të paktën 50 milion euro. Që kështu pas një diskutim që përmes kësaj çështje dhe fitimit të kohës, po tentohet të vendoset një precedent në vimësi i pengimit të drejtësisë. Por unë dua të garantoj qytetarët shqiptar se sa i takon opozitës, ne do të bëjmë gjithçka që kjo të mos ndodhë dhe i garantoj që kjo nuk ka për të ndodhur. Drejtësia do duhet ketë të drejtë të trajtojë çdo individ në mënyrë të barabartë përpara ligjit. Nuk ka disa pak më shumë të barabartë dhe disa pak më pak të barabartë. E kemi thënë bashkërisht me kolegët dje në mbledhje që nuk mund të ketë një status posaçëm Belinda Balluku. Ne kemi dhënë autorizime si Kuvendi i Shqipërisë për 1/10 e fakteve për cilat akuzohet sot Belinda Balluku ndaj deputetëve të tjerë të Kuvendit të Shqipërisë. Dhe u përpoqja ta shpjegoja për dalë të pyetja e dytë, u përpoqja ta shpjegoja gjatë fjalës time, përveç 7 procedurave që prokuria e posaçme ka cituar në njoftimin e saj publik, në kërkesën e ardhur në kuvend, nuk bëhet fjalë për 7 procedura, janë në total 11 procedura prokurimi apo koncesioni për cilat zonja Balluku është nën hetim. Dhe prokuria ka paraqitur faktet dhe provat që dëshmojnë korrupsionin apo paracaktimin e kompanive fituese në këto procedura. Sa i takon mbledhjes së Këshillit, më duhet ju informoj që ne sot kemi hartuar dhe nënshkruar kërkesën për mbledhjen e Këshillit të mandateve me rendite 2 pika, mbledhjen e Këshillit të mandateve të martën ora 11, për shkak se jemi informuar që të hënën është ceremonia e marrjes detyrës së drejtuesit të ri të prokurisë së posaçme dhe mund të ketë një agjendë të papërshtatshme dhe që nuk përputhet me mundësinë për të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit, pra e kemi dhënë hapësirën prokurorit për të kryer procedurën dhe kemi kërkuar mbledhjen për të martën ora 11 dhe pika e dytë, njoftimi nga kryetari i Kuvendit, i prokurisë dhe i të pandeurës Balluku për mbledhjen dhe të drejtën e tyre për të prezantuar prokuria kërkesën për dhënie autorizimi, zonja Balluku në kuadër të procesit tregut ligjor, të drejtën e saj për të mbrojtur përpara Këshillit. Bardhi, do të pyetje që lidhet pikërisht me përgjigjen e fundit në aspekt procedure. Çfarë ndodh në qoftë se pas kërkesës tuaj të firmosur nga 1/2 e përbërjes së Këshillit të mandateve, zoti Peleshi sërish nuk e thret, po them, mbledhjen e Këshillit, nuk lajmëron prokurorët e SPAK, cila është procedura tjetër? Do të shkojnë opozita me një raport më vete, pra ka rrezik që të shkojnë me 2 raporte në këtë aspekt? Kryetari i Kuvendit ka detyrimin ligjor që të thrasë mbledhjen kur e kërkon 1/2 e antarëve. Këtë thot ligji, rregulloria e Kuvendit, dhe këtë do duhet të bëj Niko Peleshi. Çdo alternativë tjetër provon këtë që ne po themi sot, që Edi Rama ka vendosur të pengojë drejtësinë, Edi Rama po merr kohë që ai vetë, por dhe pandeura Belinda Balluku të
të prishin prova dhe të intimidojnë dëshmitar, e ripërsëris shqetësimin e ngritur disa herë në mbledhje nga prokurorët e SPAK-ut, që kjo është një çështje e ngutshme, sepse prokuroria ka provuar që zonja Balluku ka intimiduar vartësit e saj dhe bëhet fjalë për vartës që janë duke bashkëpunuar me drejtësinë. Pra janë duke treguar të dhëna që ndihmojnë hetimin. Dhe kjo është arsyeja pse prokurorët kërkuan që mbledhja e ardhshme e Këshillit të jetë pas 3 ditësh, maksimumi 5 ditë nga dita e djeshme, pra ose të hënën ose të mërkurën e javës ardhshme. Ne si deputet dhe antar përfaqësues të opozitës kërkuam që mbledhja të ishte pas 3 ditësh, pa të hënën, ndërkohë që Edi Rama ka vendosur të marrë kohë të pacaktuar, duke thënë fillimisht ta mbledhim pas datës 19 janar, dhe pastaj duke thënë do ta mbledhim në një moment tjetër, do ta vendosim në një moment tjetër. Çfarë ndodhi në mbledhje? Na thanë duam 20 minuta pushim, se do mblidhemi ne mes vetes për të caktuar një datë dhe për të ardhur me një datë të unifikuar. Shkuan në zyrën e kryetarit kuvendit, u kthyen me frymarrje të marrë, me zor merrnin frym, s'di ç'kishte ndodhur, dhe thanë mbyllim mbledhjen pa caktuar datë. Pra morën 20 minuta që të caktonin një datë dhe u kthyen dhe nuk caktuan datë. Dhe në përfundim mbledhjes nuk dhanë asnjë sqarim për media, përveç se spinuan lajme të rreme. Se kishte media që edhe pse ne e kishim sqaruar, vionin thonin kanë rënë dakord për shtyrjen. U bën bashkë dhe vonuan historitë kësaj natyre. Dhe nuk patën as guximin dalin përpara opinionit publik dhe t'i shpjegonin se pse e shtyn mbledhjen pa afat. Dhe në këtë kuadër dua të dënoj edhe një njoftim publik, se këta manipulojnë edhe njoftimet publike të Kuvendit Shqipërisë. Nuk ka patur asnjë mosdakordsi mes 5 antarëve të opozitës për datën. Përkundrazi, ka patur një qëndrim të shprehur nga kryetari i grupit dhe që është mbështetur nga secili prej kolegëve. Afati 3 ditor i mbledhjes së Këshillit. Ndërkohë që njoftimi i Kuvendit thoshte që 5 antarët e opozitës propozuoj secili nga një datë më vete, gjë që është gënjeshtër. Sikundër pretendimi që mazhoranca ka kërkuar të mblidhemi pas shqyrtimin nga gjykata kushtetuese, është një tjetër gënjeshtër. Këtë e ka propozuar vetëm një antar i mazhorancës, Bledi Çomo. Zoti Çuçi ka propozuar pas datës 10 janar, Ulsi Manja ka propozuar pas datës 19 janar, Taulan Balla propozoi kur të na teket. Niko Peleshi, si gjithmonë, nuk flet. Këto ishin propozimet e mazhorancës. Prandaj mbledhja dje do të ishte publike. Se s'kishte, nuk trajtuam ne asnjë sekret. Kemi diskutuar vetëm këto që po bëjmë publike, që s'kan asnjë sekret hetimor brenda tyre. Po nga që kanë vendosur të pengojnë drejtësinë, kanë vendosur të manipulojnë opinionin publik, e kyçën mbledhjen, siç kishte kyç për 72 orë provat e korrupsionit në Kasafort. E thoshte s'kam hap zarfin. Kjo është e vërteta. Dhe prokurorët sqaruan, edhe ne sqaruam, që çështja që po trajtohet në Këshillin e Mandateve nuk ka asnjë lidhje me çështjen që shqyrtohet në gjykatë kushtetuese. Prokurorët nuk kanë kërkuar rëndimin e masës për shkak se ka rënë pezullimi nga funksioni. Kanë kërkuar rëndimin e masës sepse është rënduar, thon prokurorët, pozita penale e zonjës Balluku. Kur është vendosur ndalimi i ushtrimit funksionit, ka pas akuza për 2 procedura prokurimi. Sot është nën akuzë për 11 procedura prokurimi.
kur është marrë masa e ndalimit të ushtrimit funksionit, akuzoi për 210 milion euro. Sot që flasit me kërkesën që ka sjellë prokuroria, akuzohet për 1.1 miliard euro. Ka që i kanë vjedhur qytetarëve shqiptarë. Dhe Edi Rama mendon që me presion, duke zvarritur çështjen, duke penguar drejtësinë, do të mbroj korrupsionin 1.1 miliard qeverisë tij. Nuk ka për ndodhur kjo. Kjo nuk ka për ndodhur. Dhe pyetjen tjetër e kam për zotin Bylykbashi, më bëri përshtypje në fjalën që mbajtët ju ku thatë që ministri ka të njëjtin imunitet si edhe deputeti. Në këtë kontekst është e njëjta ide apo e njëjti qëndrim njësoj si edhe ankimimi që ka bërë kryeministria për çështjen e pezullimit të zonjës Balluku për shkak se ministri ka të njëjtin imunitet dhe nuk mund të ndodhte? Pra, në fjalimin që mbajtë, që ju thatë që ministri ka të njëjtin imunitet si deputeti. Në këtë kontekst, edhe kryeministria kur ka bërë ankimimin, ka thënë që ministri ka të njëjtin imunitet si deputeti dhe nuk mund të pezullohet nga detyra. Atëre, që të kuptojmë, imuniteti i ministrit është asgjë më shumë se sa imuniteti i deputetit. Në rastin konkret nuk ka asnjë shtesë, pra nuk ka asnjë shtesë të dyfisht imuniteti për Belinda Ballukun. Në rastin konkret është kërkuar arresti me burg ose në shtëpi nga prokuroria. Siç e tha zoti Bardhi, janë rënduar rrethanat e hetimit. Jo vetëm kaq, por është gjetur që ajo ka ushtruar dhe presion. Pra, për të mbrojtur provat dhe për të mbrojtur dëshmitarët, është e nevojshme për prokurorinë të bëjë këto hapa dhe shpejt. Dhe arresti nuk ka lidhje më me masën e mëparshme. Ajo që kërkon prokuroria kërkon zëvendësimin e masave të mëparshme, që do të thotë edhe një çështje për gjykatë kushtetuese nuk ka më. Nëse gjykata pas autorizimit nga parlamenti do të miratojë masën e arrestit, sigurisht bie dhe alibia e Edi Ramës për konflikt dhe për plasje pushtetesh, që e gjitha është jo asgjë më shumë, asgjë më pak përpjekje e Edi Ramës për të mbrojtur veten, duke bërë këtë aspekt procedure për Belinda Ballukun. Pra, mos të ngatrojmë gjërat, jemi përpara një procedure kushtetuese të heqjes së imunitetit në lidhje me kërkesën për arrest nga prokuroria në parlament, në momentin që parlamenti e miraton, pavonesë, prokuroria i drejtohet gjykatës, merr masën dhe ekzekuton atë masë. Edi Ramës nuk i ngelet asgjë më për të bërë vetëse të ushtrojë atë që është vullneti shqiptarëve. Në vitin 2012 kemi hequr imunitetin parlamentar për deputetët, për ministrat dhe çdo zyrtar tjetër. Bie e gjithë retorika që Edi Rama është ai që mbështeti reformën drejtësi. Reforma e drejtësisë është pikërisht kjo. Të korruptuarit shkojnë përpara drejtësisë. Edi Rama sot është pengesa më e madhe për drejtësinë, për të vënë të korruptuarit përpara bankës akuzuarve. Edhe vetëm një fjali shtesë, pra nuk ka asnjë lidhje ndalimi i ushtrimit të funksionit me imunitetin e deputetit. Imuniteti i deputetit është nocion kushtetues që përfshin ato garanci që jep vetë kushtetuta dhe shtrihet vetëm në 3 element: arrestin me burg, ka thënë gjykata kushtetuese, kështu nuk e themi ne, arresti në shtëpi dhe çdo formë tjetër heqje lirie, dhe treti kontrollin personal apo të banesës. Këto janë 3 garancit kushtetuese që ka deputeti në kuadër të imunitetit. Të 3 këto, sipas në 103 të kushtetutës, i njihen edhe ministrit. Çdo garanci tjetër pastaj që deputeti ka në ligjet posaçme nuk kanë lidhje me imunitetin, po janë garanci shtesë për deputetët, garanci ligjore shtesë për deputetët. Po pra, çështja në kushtetuese ndodhet për faktin që Edi Rama mendon që ndalimi i ushtrimit të funksionit publik
është pjesë e imunitetit. Nuk është pjesë e imunitetit. Imuniteti trajtohet nga kushtetuta dhe përfshin jo, një deputet nuk pezullohet të po shpjegoj sepse e ka garanci ligjore, po jo kushtetuse. Kodi i procedurës penale ndalon që një deputet nuk mund të pezullohet. Është në ligj, nuk ka lidhje me imunitetin që është në kushtetut. Ministri gëzon atë imunitet që ka në kushtetut. Ndryshe, ne nuk kemi status të barabartë me ministrin. Pra, deputeti nuk ka status të barabartë me ministrin. Për shembull, ministri nuk i kërkon informacione kujdo. Deputeti i kërkon informacione kujdo. Ministri ka garanci sigurie. Deputeti nuk ka garanci sigurie. Pra, ne kemi status ligjor të ndryshëm ministri me deputetin. Imunitetin kushtetues e kemi të barabartë. Pra, nuk arrestohemi pa autorizim të kuvendit, në shtëpi apo në burg, nuk na hiqet liria në asnjë formë pa autorizim të kuvendit, nuk ushtrohet kontroll pa autorizim të kuvendit. Sikundër nuk mbajmë përgjegjësi për atë që themi në seancë plenare. Këto janë të vetmet garanci të imunitetit që ka deputeti dhe ministri. Çdo gjë shtesë është pastaj garanci ligjore, jo imunitet. Ju faleminderit shumë.